Ashtu siç edhe kam paralajmëruar ditë më parë, sot kam qenë në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës për të denoncuar profilin i cili e mban emrin Lule Xheli. Kam kërkuar nga Prokuroria Speciale në dëshminë time që të hetohet në detaje ky profil në rrjetet sociale, të hetohet veprimtaria e tij dhe natyrisht edhe kam kërkuar nga institucionet e drejtësisë që të trajtojnë çdo profil i cili merret me linçim, nxit urrejtje, sepse viteve të fundit ajo që kemi parë si shtet dhe si institucione, kemi parë një përhapje të skajshme të gjuhës së urrejtjes, të linçit publik, ndërkohë që ka pas edhe cënim të sigurisë së qytetarëve të Kosovës, pra ka rrjete sociale të cilat janë të rreme dhe në mënyrë sistematike kanë cenuar jo vetëm profilet publike, por kanë cenuar dhe kanë ndikuar që të përhapin gjuhë të urrejtjes dhe të linçojnë figurat publike. Si njëra prej personave që jam e përfshirë në këtë rast, kam kërkuar nga Prokuroria Speciale që ta trajtoj në përpikmëri këtë rast dhe natyrisht unë dua të falenderoj nga dishmërinë e institucioneve të drejtësisë që të merren dhe të trajtojnë të raste të cilat në botë kanë pasur pasoja. Pra, lufta ose më mirë them betejë e lajmeve të rreme në botë vazhdon të jetë një temë shumë e rëndësishme, e cila është në fokus të mediave ndërkombëtare, edhe Republika e Kosovës, si shtet demokratik e kushtetues, duhet ta trajtojë në përpikmëri dhe ta ruaj dhe të sigurojë që lajmet të rreme të mos jenë cak që synojnë që të linçojnë dhe të përbaltin figura publike në Republikën e Kosovës. Pra po e them, inkurajoj institucionet e drejtësisë ta kryejnë punën e tyre dhe do të jem këtu për të bashkëpunuar me institucionet e drejtësisë, me Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës, që ky rast të merr epilog, por edhe raste të tjera të cilat i shohim për ditë dhe të cilat menoj që kanë një burim të tyre prej nga ato vinë dhe linçojnë në vazhdimsi. Faleminderit shumë. S'kisha fol sot. Dëgjoni, unë sot e kam rastin e lidhur me rastin tim në Prokurorinë Speciale, mendoj që për tema tjera do të flasim ditë të tjera sa po të afrohet data. Faleminderit shumë edhe një herë.